Ende pa u mbyllur festa dhe entuziazmi, pikërisht sporti që na bën shpeshherë krenar peshngritja, është ai që ka dëmtuar edhe më tepër se çdo herë imazhin e Shqipërisë dhe jo vetëm të këtij sporti. Daniel Godelli, kampion bote për herë të parë në historinë tonë, po shndrohet në një gënjeshtër të madhe botërore. Përmirësimet e Godellit nga europiani i fundit ishin manice për GD. Një sportist që rikuperon rreth 20 kg brenda 6 muajsh në të njëjtën kategori gare është vërtet e rrallë. Por tashmë po na konfirmohet se vetëm me punë sportive është thuajse e pamundur. Prej më se 6 muajsh e gjithë skuadra përfaqësuese përjashtore kanë qerimajn janë stërvitur në Greqi për të patur kushte dhe metoda më të mira. Por është ky njoftimi i Federatës Botërore që rrezon çdo përpjekje, të paktën në bazë të analizës A. Edhe pse rregulloria e Federatës së Peshngritjes parë shikon se gjithçka vendoset pas rezultatit të analizës B. Federata Shqiptare e Peshngritjes është në heshtje për shtyp prej ditësh, që nga lajmi i Romela Begës dhe deri tek ky Daniel Godelli dhe Hysem Pulakut. Veprim që implikon sigurisht të gjithë institucionin për veprimet e marra, pasi substanca gjetur tek të tre sportistët është e njëjta, stanozolol, një substancë që përdoret si tek kafshët ashtu edhe tek njerëzit për rritje të masës muskulare. Unë sapo kam komunikuar me Federatën Botërore të Peshngritjes dhe meqense Godelli është dhe mbajtës i burës olimpike, ata përnjëherë na informuan dhe kanë nxjerrë edhe në faqen zyrtare. Pra rasti Godelli është bërë sot prezent zyrtarisht. Sigurisht përfundimi zyrtar do të jetë mbas analizës B. Këtu nuk bëhet fjalë për emra, këtu bëhet fjalë për mënyrën se si funksionon kontrolli antidoping në Shqipëri, duke qenë se po bëhet një problem serioz në mënyrë të veçantë për disiplinën e peshngritjes. Nëse kapen 3 e më lartë sportistë brenda një viti, përjashtohet komplet disiplina sportive. Hapi i parë do të jetë dorëzimi i medaljeve dhe hapi i dytë do të jenë masat ndaluese të tyre për të marrë pjesë në aktivitetet europiane dhe botërore. Gjithsesi deri tek rezultatet e analizave B, të gjithë mbeten në pritje të shpjegimeve për këtë ngjarje e cila është sigurisht historike për peshngritjen tonë, ashtu si rezultatet, por për fat keq, për dëmtimin e imazhit të sportit tonë të elitës, sikur ndonjëherë.